Të dashur shqiptar, mua më janë ënjtur syt nga lotët, sepse më duket sikur ka vdekur diçka brenda meje. Diçka shumë e rëndësishme. Ka vdekur besimi që shqiptarët do ta pranojnë të vërtetën. Përse shqiptarët nuk e pranojnë të vërtetën? Sepse e vërteta është shumë e hidhur. Është një lloj sikur dikush të thotë që je me kancer. E kupton që do vdesësh, por prap se prap shkon tek doktori, paguan me mijëra dollar ose euro dhe kërkon të shërohesh duke ditur shumë mirë që do vdesësh. Bën analiza të ndryshme, përpiqesh, lufton, është luftë e kotë, do të vdesësh, i dashur shqiptar, si çdo njeri, si çdo gjallëz, ti do të vdesësh, ti duhet ta pranosh vdekjen. Në momentin që ti bën paqe me shpirtin tënd, në momentin kur ti shkon tek një prift, tek një hoxh, tek një njeri fetar dhe i rëfen për jetën tënde, për marrëzirat që ke bërë, atëherë ti ke arritur ciklin e Don Kishotit. Vepra e Don Kishotit është pikërisht një histori aventurash të një njeriu të çmendur që i duke vetja si një kalorës nga mesjeta. Edhe shqiptarëve ju duket vetja si kalorës i lirë, si pellazg, domethënë të gjithë jemi bërë Don Kishot. Mi po pranë vdekjes njeriu fillon dhe kthjellohet, e kupton që ka bërë marrëzira. Shpresoj që mos jeni pranë vdekjes, por njerëzit që janë pranë vdekjes e kuptojnë filmin tim shumë mirë. Pra ai që është pranë vdekjes nuk ka më dëshirë ta gënjej veten, e di që ka arritur fundi dhe ai heq syzet e errta dhe e shikon realitetin ashtu siç është, i vërtet. Tani unë dua t'ju tregoj diçka. Unë kam qenë pranë vdekjes, madje disa herë. Dhe unë i kam hequr të gjitha syzet. Absolutisht. Dhe e kuptoj se çfarë ka ndodhur. E vërteta është e hidhur, e vërteta është e tmerrshme, por është e vërteta, nuk dua ta gënjej veten, nuk jam një fëmijë i vogël. Pra sa më i ri ti jesh, aq më shumë i mbushur me shpresa. Ndërsa kur i afrohesh vdekjes, nuk ka rëndësi pastaj ta gënjesh veten, se s'ka mbetur më rrugë tjetër, je pranë fundit. Prandaj shikon rrugën që ke bërë, si Don Kishoti, të vjen turp, që i ke thënë vetes pellazg, i ke thënë vetes i lirë, kthjellohesh. Pra, un kam një propozim për ju. Po sikur ta mendojmë që jemi pranë vdekjes, por në fakt do t'i themi vdekjes jo, sot. Pra, do ta pranojmë të vërtetën, një lloj si ai që është pranë vdekjes, por ne nuk do vdesim, përkundrazi, ne e duam jetën dhe do të vërtetoj unë sot që unë do bashkangjis të vërtetën para vdekjes me shpresën e jetës. Do t'i bëj bashk të dyja. Dhe tani më ndiqni me kujdes se si arrita ta bëj një hap kaq të madh, sepse është hap i jashtëzakonshëm. Këtë që do bëni ju, nuk e ka bërë asnjë popull në botë. Absolutisht asnjë. Këtë revolucion që do bëjnë shqiptarët, këtë revolucion unë e kam nisur në ato demonstratat e dhjetorit dhe një grup shumë i vogël studentësh. Në fakt, 5 student janë pjesë e këtij revolucioni. Nga gjithë Shqipëria kanë qenë vetëm 5 veta. Pjesa tjetër se ka kuptuar fare revolucionin e studentëve. Pra studentët e nisën revolucionin sepse atyre nuk ju pëlqente gënjeshtra e regjimit komunist. Nuk e kanë bërë as për të futur në Europë, as për të krijuar parti politike, absolutisht asgjë. Ne nuk e dinim që do krijojmë parti politike. Kjo është e vërteta, urrejtja jon kundër mashtrimeve të regjimit komunist. Dhe pjesë e këtyre mashtrimeve ishte pikërisht vepra e Qerem Çabejt. Se çfarë bënte Qerem Çabej që ta dini ju? Qerem Çabej dhe gjithë kupola e kuqe merrnin pjesë që ju pëlqenin nga fjalori gjuhëve indo-europiane dhe linin jashtë 99% të fjalorit të gjuhëve indo-europiane, sepse nuk ju pëlqente fare.
Do ta shikojmë bashkë përsa atyre nuk ju pëlqente. Dhe unë kështu e nisa revolucionin, duke diskutuar në shtëpi me njerëz të afërt për këtë temë, për gënjeshtrat e regjimit komunist. Kjo ishte shumë e rrezikshme atëherë. Dhe kur ne dolëm në demonstrat, ne kujtuam se nuk do ekzistonim më. Ne ishim shumë pranë vdekjes. Ky ka qenë momenti im i parë pranë vdekjes. Kanë qenë edhe momente të tjera, por në të moment unë isha i bindur që ne nuk do na linin gjallë. Tani, përse doja ta bëja unë këtë sakrificë, unë dhe studentët e tjerë? Për shkak të mashtrimit të jashtëzakonshëm, pra nuk më pëlqente ky pozicion i Don Kishotit, i gjithë shqiptarëve. Pra unë duheja të bashkoja të vërtetën para vdekjes me shpresën për jetën. Ky ka qenë revolucioni i studentëve, që asnjë s'e ka kuptuar. Tashti e kuptuat, cili ka qenë. Të gjitha ato që thoshte sistemi komunist, socialist, ishin gënjeshtra, të gjitha, por edhe perspektiva gjuhës shqipe, lindja e saj, shtresat e gjuhës shqipe, vjetërsia e saj, edhe ato kanë qenë të gjitha gënjeshtra dhe vazhdojnë dhe sot e kësaj dite këto gënjeshtra. Ska i më i largët i këtyre gënjeshtrave të Don Kishotit janë veprimet e turbo-albanëve që duan ta nxjerrin çdo fjalë nga shqipja. Po si është e mundur që të dalin fjalët e së kaluarës 8.000 vjet më përpara nga fjalët e shqipes në shekullin e 21? A ka logjik kjo? Është një lloj sikur të lindi gjyshi nga nipi. Nipi lind nga gjyshi dhe jo gjyshi nga nipi. Pra gjuha shqipe jona sot është produkt i mira vjetëve evolucion dhe shtresave të ndryshme të pushtuesve që kanë qenë në Shqipëri. Dhe tani do të shikojmë përfisin i lirë të autoriatëve. Ky është filmi më dramatik, më i jashtëzakonshëm nga gjithë filmat e tjerë. Më i skajshmi. Do ketë dhe filma të tjerë të bukur të jashtëzakonshëm, por ky është film që të bën të kuptosh përse lindi revolucioni dhjetorit. Është pjesë e këtij revolucioni ky film. Ose më sakt, manuali i këtij filmi tregon se për çfarë arsyesh u bë revolucioni i dhjetorit nga studentët. Ta shikojmë bashk, sepse për ta kuptuar këtë gjë duhet ndihma e inteligjencës kompjuterike. Përse? Njeriu i zakonshëm nuk e bënte dot këtë zbulim, sepse po ta kishte bërë këtë zbulim një njeri i zakonshëm, do ishte botuar të dashur shqiptar. Po kjo që po nxjerr unë është diçka komplet e re, pa njohur për ju. Ta shikojmë. Pra, të dashur shqiptar, para jush është inteligjenca kompjuterike e cila tregon që fisi i lirë i autoriatëve është në fakt një fis i gjendur në Serbi, pranë lumit Tara, por origjina e këtij fisi është nga Thesprotia, është nga Hellada. Dhe nga e di unë këtë? E di nga disa libra që nuk ekzistojnë më, janë zhdukur, por ka mbetur interpretimi i tyre në fjalorin e Stefanosit të Bizantit. Dhe autori i Stefanosit të Bizantit tregon se fisi i autoriatëve vjen nga Thesprotia, nga Hellada, pra nga Greqia e sotme. Dhe këtu është një kështjell e përmendur në librin Kronika të Favorinusit. Po ashtu është përmendur edhe nga Erastothenes për librin që bëri ai Gjeografia, për popujt dhe vendet e botës. Ky është fisi i autoriatëve. Ai është një etni e Thesprotëve. Tani ky lajm është shumë i llahtarshëm, sepse fisi i autoriatëve është fisi më i largët i gjetur në Serbi, tek lumi Tara. Dhe ne kemi bërë luftë me Serbinë, sepse ne mendojmë që Serbia
Ne mendojmë që Kroacia janë toka shqiptare. Mirë po, në del që fisi i autariatëve është fis helen të dashur shqiptar. Po ashtu dhe Panonia, Paonët ishin helen, Macedonia, Macedonët ishin një racë helene. Pra, fisi i lirë më i jashtëzakonshëm, më i madh, vjen nga Thesprotia. Ishin kolonist. E pushtuan të gjithë Ilirin. Pra, na del që shqiptarët ishin intigjen të dashur shqiptar. E kuptoni apo jo, çfarë ka ndodhur? Një diçka prej Don Kishoti e jashtëzakonshme ka ndodhur. Don Kishoti e kuptoi që ka qenë i marr sot, do të thënë të gjithë shqiptarët e kuptuan sot që kanë qenë të çmendur. Tani si do reagoni? Cili do të jetë mendimi juaj i sinqert? Dhe tani të dashur shqiptar e marrën këtë fragment nga inteligjenca kompjuterike dhe e vë në një dokument që do ta nxjerr në internet. Por kam frikë ta nxjerr. Çfarë do ndodhi po doli ky dokument në internet? Grekët do kërkojnë jo vetëm Shqipërinë, grekët do kërkojnë Serbinë, Kroacinë, Maqedoninë, sepse të gjitha tokat e Maqedonisë, Dardanisë, Panonisë, Serbisë, Kroacisë kanë qenë koloni greke të dashur shqiptar, e keni parasysh tuaj. Pra jo vetëm ne jemi në rrezik të madh nga Greqia që do të zgjerohet, por është në rrezik Serbia të dashur shqiptar, pra të gjitha luftrat që kemi bërë në me Serbinë janë të kota. Këto nuk janë toka shqiptare, janë toka të fisit më të madh të Thesprotisë të dashur shqiptar. Tani, shikoni me kujdes zbulimin tim, sepse duke u nisur pikërisht nga ky zbulim makabër, unë do e shpjegoj sot se çfarë ka ndodhur, sepse në Thesproti është gjetur fisi i autariatëve, por dhe fisi i enkelejve. Nuk janë shqiptar as fisi i enkelejve dhe as fisi i autariatëve. Tani, emri i autariatëve ka ardhur nga lumi Tara dhe autarius është krijuar nga pjesësa AY që do thot pranë në gjuhën ilire por dhe greke dhe lumi Tara. Ndërkohë, edhe ngjala Enkelus ka dhënë njeriu në ngjalës, Enkeleus, i cili ishte djali i Ilirit. E kuptoni apo jo, të dashur shqiptar, çfarë ka ndodhur? Të shkojmë më tutje. Dhe tani çfarë ka ndodhur? Unë kam zbuluar që prapashtesa e US, që mendohej para greke, është në fakt prapashtesë greke. Pra e kanë shumë gabim studiosit e gjuhës greke, nuk ka gjuhë para greke. Fisi autariat ishte fis helen nga Thesprotia. Dhe edhe emri i autariatëve dhe emri i enkelejve është krijuar një lloj në gjuhën ilire, e cila ishte gjuhë helene, pik për pik. Pra, ilirët flisnin helenisht. Shikoni se çfarë ka ndodhur. Emri Enkeleus dhe Autarieus, që të dy këta emra janë identik, janë krijuar me prapashtesën eus. Ta shikojmë që prapashtesa eus ka ndryshuar madje dhe shqiptimin në gjuhën helene nga eus në efs. Kjo prapashtesë ju shtohet emrave, toponimeve për të treguar personin nga vjen. Do të thënë Autarieus vjen nga Autaria. Enkeleus vjen nga Enkelis, gjala. Që të dy këto janë arketipe ilire helene të dashur shqiptar. E kuptoni apo jo? Pra, duke marrë për bazë pikërisht mënyrën se si lakohen emrat me këtë prapashtesë, unë mund të krijoj lakimin e emrit Autarieus dhe Enkeleus në të njëjtën kohë. E kam këtë zgjuarsi,
të dashur shqiptar. E kuptoni, e kam këtë nivel inteligjencë. Dhe tani do e keni dhe ju prej meje. Pra emërore o enkeleus, gjinore tou enkeleos, dhanore toi enkelei, kallëzore ton enkelea dhe thirrore enkeleu. E njëjta gjë është me autariatin. Emërore o atarieus, gjinore tou atarieos, dhanore toi autariei, kallëzore ton autariea dhe thirrore autarieu. Pra, autarieu dhe enkeleu, që të dy janë krijuar një lloj si emra. Ku e gjeta unë këtë? Në veprën e Apianit të dashur shqiptar. Mënyra e formimit të emrave në helenisht dhe në ilirisht është identike, pra është e njëjta gjuhë, gjuha helene dhe gjuha ilire, pra nuk është gjuhë shqipe, kuptoni apo jo? Ky është momenti i Don Kishotit, njeriut para vdekjes. Por unë dua t'ju shpëtoj nga vdekja dhe nga gënjeshtra. Unë dua të bashkoj shpresën për jetën me vërtetësinë e vdekjes. Pra sot ne do t'i themi vdekjes jo. Dhe tani unë kam vënë këtë zbulim në rrënjën 86 të fjalorit të gjuhëve indo-europiane, por nuk ka qenë aty të dashur shqiptar. E vura unë tashti për juve. Pra autorët e fjalorit indo-europian nuk e kanë ditur një gjë të tillë. Dhe shikoni, pra çfarë kam bërë unë. Zbulim madhështor. Dhe çfarë bëra unë të dashur shqiptar? Unë zbulova që nga helenishtja Enkelus, i thon ngjallës, u krijua personazhi Enkeleus. I ngjallës në ilirisht, pra ilirishtja është gjuhë helene. Pastaj, nga ilirishtja Autarieus, pran lumit Tara, u krijua personi Autarieus, një lloj si Enkeleus, personi pran lumit Tara. Pra ilirishtja dhe helenishtja janë gjuhë identike. Por këtë zbulim madhështor e ka thënë për herë të parë Plini i Vjetër. Dhe unë e kam lexuar në latinisht ku ai thotë që gjuha ilire e mesapëve, Japyg, që erdhe nga Dalmacia në Itali, krijuan 3 qytetërime, qytetërimin mesap, qytetërimin e daunëve dhe qytetërimin e peuketëve, dhe që të 3 këto qytetërime flisnin dialektin Graja. Graja do thot gjuha greke në gjuhën latine. Edhe ne kemi marrë nga latinishtja Graja ose Graikos si Graja. Tani Graja është emri i Demetrës, grua e vjetër. Ndërkohë që në Hellad emri i Demetrës ishte Akaja, do thot ankthi i Demetrës. Pra edhe Akaja ka emrin e Demetrës, edhe Graja ka emrin e Demetrës. Ilirët që ikën më herët nga Hellada nuk e din emrin Hellada, ata din emrin Graja. Akejtë që sulmuan Ilionin nuk e dinin emrin Hellas, ata dinin emrin Akaja, ankthi i Demetrës. Pra dhe Akejt mbajnë emrin më të vjetër të Greqisë në Iliad, por edhe ilirët mbajnë emrin më të vjetër të Greqisë, Graja, emrin e Demetrës. Pra atëherë kuptova që ilirët ishin helen, të dashur shqiptar. Por kjo që po shikoni para syve tuaj është e pamohueshme që ilirët ishin helen. Dhe thuhet konkretisht vinin nga Thesprotia. Pra të gjitha luftrat midis Serbisë dhe Shqipërisë janë bërkot, janë derdhur lumenj gjaku, sepse këto toka teorikisht të Serbisë nuk janë toka shqiptare, e them këtë me dhimbje shumë të madhe, këta janë toka helene, e kuptoni apo jo? Jemi në një rrezik shumë të madh. Të gjithë filmat e mi janë të rrezikshëm, kuptohet, për shqiptarët, janë të rrezikshëm për serbët, janë të rrezikshëm për maqedonët, janë të rrezikshëm për kroatët, për slovenët. Pra të gjitha fiset
që jetojnë sot në gadishullin ilirik, por që nuk janë i lirë, nuk janë pellazg të dashur shqiptar. E kuptuat momentin e Don Kishotit sot? Pra, sot do t'i themi vdekjes jo. Ne nuk do grindemi më me fqinjët tanë. Rreziku që vjen Shqipërisë pra është Greqia, siç e shikoni. Pse? Të gjitha këto toka ishin koloni greke. Kush ka banuar aty më përpara nuk ka asnjë të dhënë. Banorët origjinal janë grek. Fisi i autariatëve është grek, pra ilirët ishin grek të dashur shqiptar, nuk ishin shqiptar. Ne nuk jemi grek, ashtu siç nuk janë autariat serbët të dashur shqiptar. Autariatët vinin nga Thesprotia, të dashur shqiptar. Pra, më në fund, u bindëm sot që Enkeleus vjen nga Enkelus, dhe Autarieus vjen nga Autaria, të dashur shqiptar. Tashi unë i kam gjetur vetëm në rastën kallëzore këto dy emra në numrin shumës. Dhe në numrin shumës, në kallëzore, Enkelea ishin Enkeleit, Autariea ishin Autarieit. Madje inteligjenca kompjuterike ka dhënë se sa fjalë ka kërkuar për t'i gjetur këta emra në numrin shumës dhe janë gjetur në veprën e Apianit. E kuptoni apo jo? Janë krijuar me prapashtesën eus. Tani unë kam gjetur deri tani në këtë moment 84 emra në gjuhën greke të krijuar në këtë mënyrë. Si Enkeleus dhe Autarieus. Të gjitha kanë këtë prapashtesë me ngjyrë të kuqe. E kuptoni apo jo? Këta janë emra grek, jo shqiptar. Pra, gjuha ilire ishte gjuhë greke. Ilirët flisin greqisht. Kjo është e llatarshme, pra ky është filmi më i minxyrshëm për shqiptarët. Sepse edhe Serbia pra ishte tokë e banorëve të Thesprotis. Pra, ky është skaj më i largët i ilirëve. Autariatët quheshin fisi më i madh, në fakt ilirët vetë. Siç e shikoni, kemi të bëjmë vetëm me emra helen. Nuk janë emra shqiptar. Ky është përkthimi i veprës së Apianit në anglisht. Dhe këtu thuhet që Iliri ishte djali i Polifemit dhe Galateas, dhe Iliri pati 6 djem dhe 3 vajza. 2 nga djemtë e tij ishin Enkeleus dhe Autarieus. Pra, edhe në latinisht është ruajtur prapashtesa greke të dashur shqiptar. Latinët e dinin shumë mirë që ilirët ishin grek. Madje kanë shkruar në të gjitha veprat e tyre që ilirët flisin dialektin graja. Plini i Vjetër kështu ka deklaruar. Dhe siç e shikoni, vërtet që këta emra nuk kanë absolutisht asnjë lloj kuptimi në shqip, sot u bindët që ilirët ishin helen. Është e pa imagjinueshme, por kjo është e vërteta e Don Kishotit. Të dashur shqiptar, ky është filmi më tronditës që kemi parë deri tani, por sot do t'i themi vdekjes jo. Pra, kjo është e vërteta para vdekjes, por ne nuk do vdesim, ne do jetojmë, por do jetojmë si shqiptar, jo si grek. Ilirët kanë qenë grek. U bindët përfundimisht. Dhe të gjitha mbishkrimet e gjetur në Serbi, Kroaci, Shqipëri, Panoni, Maqedoni janë në greqisht, dialekti dorik. Por janë folur edhe dialekte të tjera, dialekti jonik. Të gjitha ishin dialekte helene. Nuk është gjuhë shqipe, nuk është gjuhë serbe, as kroate. Gjuha ilire është gjuhë helene, dhe këtë e thot Plini i Vjetër. Helenët flisin dialektin graja sipas tij. Perëndia Demetër, në gjuhën greke, të dashur shqiptar, do thot grua e thinjur. Akaja, e përmendur në Iliad, quhet Hellada, do thot ankthi i Demetrës. Nuk janë fjalë shqipe, do t'i shikojmë fjalët e gjuhës shqipe. Nuk janë të lidhura me ilirishten. Ka disa fjalë ilire në shqip, por janë substrat.
Do më thënë, kanë hyrë në gjuhën shqipe. A kuptuat apo jo? Ju faleminderit për vëmendjen dhe mirupafshim në filma të tjerë shkencor.